Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të marri disa mesazhe të sibilave, të dashurisë. Pra janë letra që tregojnë mesazhet e dashurisë, letra shumë të bukura. Jeni një person shumë i sinqert, i dashur, i respektueshëm. Por kujdes sot, sepse keni pranë një njeri jo fort të pastër, jo fort besnik. Dhe juve shpeshherë e kuptoni dhe futeni në atë pjesën tuaj të dëshpërimit. Një letër, një lajm vjen drejt jush shumë shpejt. Një lajm i mirë. Jeni pak të trishtuar në këtë moment, pak të mërzitur, por shumë shpejt do të vi dashuria që prisni prej kohësh. Do të vi një jetë plot me gjërat mira, plot me dashuri. Pra këtë dashuri do të sjellë edhe pjesën emocionale, pjesën asaj butësisë, pjesën e harmonisë në jetën tuaj. Sepse çdo gjë do të ndryshojë. Ju do të keni një ndryshim dhe nga ana financiare. Përveç të dashurisë, ju do të keni dhe ndryshime financiare në jetën tuaj. Jeni si ky person këtu me këtë fitar, i dashuruar, një person shumë fisnik, besnik dhe plot me respekt për të dashurën tuaj. Kjo është një femër që ju fal shumë dashuri, një femër e thjesht, bujare, e dashur, fisnike, dhe gjithmonë do që të lumturoj në jetën tuaj, pra të keni atë pjesën e harmonisë në jetën tuaj. Dhe kjo harmoni që keni në shtëpinë tuaj do të sjellë edhe bollëk, do të sjellë anë financiare shumë të mirë nga një diçka që ju vjen nga një mrekulli e universit. Pra nga ndonjë pronë, ndonjë trashëgimi që keni, që prisni për t'ju realizuar shumë shpejt. Këto ishin disa nga mesazhet e letrave sibile. Faleminderit shumë, miqtë e mi.